hajde se folim. Përshëndetje të dashur miq të Hisari Online. Jemi me emisionin e radhës të Hajde se folim. Këtë javë do të përqendrohemi kryesisht në të gjitha aktualitetet dhe ngjarjet me rëndësi që e kanë karakterizuar vendin tonë përgjatë këtyre ditëve. Një nga lajmet më të rëndësishme dhe më kryesore të kësaj jave ishte dënimi i Naim Urselit dhe Granit Plavës me burgim të përjetshëm dhe kushtrim kokallës me 30 vite burgim për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të vitit 2023. Ky është një prej momenteve më të mira të drejtësisë kosovare, kur e drejta fiton mbi të keqen, dhe këtë drejtësi dje pati rastin që ta vënoi në pa zonja nderuar gjyqtare Fatime Dermako. Drejtësisë kosovare i duhen më shumë gjyqtare dhe gjyqtar, sikur zonja Fatime Dermako, e cila dje arriti që sadopak ta zbus dhimbjen e familjarëve të sëndjerës Liridona Ademaj. Po ashtu, përveç që këtij vendi i duhen gjyqtar dhe gjyqtare të këtij vendi i duhen edhe vëllezër sikur Leonardi, të cilët nuk reshtën për asnjë moment qysh prej momentit të ngjarjes, duke kërkuar drejtësi për motrën e tij të ndjerë. Shpresoj që edhe Leonardi dhe të gjithë familja Ademaj përgjatë kësaj jave kur është shpallur vendimi për të akuzuarit, kanë arritur që ta gjejnë së paku një paqe shpirtërore për kundër dhimbjes së madhe që kanë. E ndërsa këtë javë keni mujt me pa edhe publikimin e pasurisë nga të gjithë zyrtarët e shtetit, politikan, prokuror, gjyqtar, e çka jo tjetër, zyrtarë ndryshëm të komunave, edhe çka kena mujt me vrejt. Kena mujt me vrejt që ma shumë se kur është të vlejt thonja rroga vogël fitimi madh. Qysh ka mundësi pe Fiatit par vjet e si vjet në Range Rover e në banes 130 metra katror. Edhe interesante kishin gjetë formulën si vjet, dhurat nga gjyshja, dhurat nga vjehra, dhurat prej kursimeve të babait, dhurat prej filanit, dhurat prej pistekut, amo kur qysh me pranu që kjo pasuri është goxha e dyshimt. Si për ironi të fatit, në këtë javë jemi edhe në ditën e tokës, e cila është me 22 prill. Ditën e tokës ja uroj mas shumë të gjithë politikanëve se janë maraki shumë në toka, edhe janë të vetmit që ja kanë haberin qysh me gjetë toka lirë. Mas tina tash me përmen raste qysh është ble toka 50 euro, shit 5.000 euro ori. Nejse se s'pëndu me përmen emra se thujnë vete këto, vete ato, adin, ma mirë kryt rahat, le, pa emna kësaj rodhe, mirë po, ditën e tokës ja urojna mas shumë të politikanëve, se aty në ju shkon mas shumë të për shtati. Kërkush nuk e meriton mi uru ditën e tokës ma shumë se politikanë. Nuk ka njerës që e dojnë tokën ma shumë. Po jo tokën ambientin, po tokën, pronën e palujqme, e inshallah pëngilin e herë. Po, goxha problem, se shumë tunë të shikonë. Si kur mi u pasmojt në Sirupa tën jetën prej kur i keni marrë kom të juve, dek teri kur keni mrim pozit, po gjetë veç në Sirupa që nuk keni pas apetit ju kanë mojt. Naldi në herë, aden, nalet njeri në herë, ngijet dikur. Ani, e kuptojna që gjithqysh ka pak pa e kryp me haram s'muni, po bile pak ma pak vre burë, mos me ronë sy bashkë që ka shumë. Nuk është as etike, as në regull, as në me thonë me kur gjës hatë, edhe në shërbet mi unë gjy, tharp delni, mas karallaki që dini me bo kur të publikohen pasurit e juve. Adi hova e kenis, aden nuk ja kena nis me hongër bari, alo, kena lanat varpune. Ditë sotit ja ka nis edhe në shkollë fillore me mësu mi lezu sanët, se qka përputhet e qka jo. Ju thash, nuk shkën, pe Fiatit në Range Rover, e pe garsonjerkës, në banes 130 metra katror, për veti, e besa
Edhe për shfaljerka, jo, nuk shkon. Nuk I keni dokumentat në rregull. Po, ka dale. Vjen qapi dhe kasapi. Një prej fjalëve ma të dëgjume gjatë javëve të fundit, jo veç javës fundit, është fjala refuzim. Refuzohet kjo, refuzohet ajo, refuzohet filar marrëveshja, refuzohet fistek marrëveshja. Krejt kjo e ka një emrus përbashkët. Lidhja demokratike e Kosovës. Kur gjë tamam nuk I bjen. Nuk I bjen tamam presidenti, nuk I bjen tamam marrëveshja politike, nuk I bjen tamam ministrat me zavendës kryeministra, me nejse një kalablak kese ministra që ja dha kryeministri Albin Kurti. Nuk I ra tamam as posti I kryetarit të parlamentit, e që non-stop thot nuk dojna një parti me pas të 3 postet kryesore në vend. Nuk di njeri kam jamojt. Zdin. Nuk dijet a është ajo qika filanit që shkruj e foljon e për të shpesh, që është as me sherë, as me bareleve, zdin kam jamojt, a është një prej partive ma kryesore në Republikën e Kosovës. Partia ma e vjetër, në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës, uron që deregje, mës me dit kam jamojt. Me thonë, sa thot po, sa thot jo, sa thot jo nashta nesra, jo nashta mas nesër, koncentrone mëre, ose prene, trap, zbohet kjo pun, ose thuni, bohet kjo pun, po kadal, derit mirë mi vesh, jo. Këto, jo valla s'po bën, kjo tjetra jo valla nuk po bën, kjo tjetra jo post elektorati jo se pranon. Elektorati çka mi bohet është, 15 deputet ja u kanë dhonë, nuk ju kanë dhonë ma shumë. Mi u pas dhonë ma shumë, nështë edhe kishi pas drejt me lyp ma shumë, po, adem tash, mos, ma një de, gjene pak një far mjesi edhe jo, dija një hallin vetit të të puple, ma qetë, ma halal, bo me shkun zgjedhje dhe kush e di, qush ket 18, një ere, bam 13, tash ku me dit, mundet me kërsit në një shifror, adem, lumë fiqiri njeri krejt për menve, zbën heq, kujdes, ju lutë e miq të dashur. Përveç fjales refuzim, është edhe një fjallë tjetër që është përdorë, po nga një parti tjetër opozitare, WhatsApp-i. Partia Demokratike e Kosovës ka bo një komunikim këtë javë me kryeministrin Albin Kurti përmes rrjetit social WhatsApp, të cilin ajo e konsideron jo serioz. Deri këtu s'ka kur gjë të jashtëzakonshme, nuk ka kur gjë për më çudit. Normalisht 2 krerë të partive më të mëdha në vend duhen me u taku, ose ndoshta me këmby ndonjë email ose diçka më zyrtare, po kur vjen puna që shka orë tasht për presidentin, nuk është për çudi edhe në Instagram, a në Snapchat, më qel e me shkru edhe na për ato, për këtë punë. E jo në WhatsApp, që konsiderohet një prej rrjeteve sociale për komunikim ma i duhuri dhe ma i përdoruri në botë. E gjithë kjo kur bëhet direkt përmes dy liderëve të partive në fjalë. Po PDK-s nuk po I pëlqen, gjë që është e drejtë e tyre. Mirë po, janë thirrë nëse nuk ka bëj, për me u taku, edhe këta po takomi, po s'po takomi. Tash, o takosh o nuk takosh, nuk ka mes tort, ja del, ja s'del me filanin. O I thu po, o I thu jo, pi fillimit. Tana, kur I len hapësira, e kur qënë mesazhe me kode, normal që pala tjetër ka me shfrytzu me shkru edhe në WhatsApp. Nesër mas nesër mundën mi u shkru edhe në Instagram, po që e ullë një fort komplet nivelin e diskutimit, naj dit nuk I dijet përmes në e farë Snapchatit,
ju shkruan edhe në Snap dikush e boni horë. Kështu që kujdes me Snapin, kujdes me Instagramin, kujdes me WhatsAppin, kujdes me refuzimet, po edhe partisë në pushtet, kujdes pak me formën qysh po i zhvillon komunikimet se aten tash nuk është krejt bash etike në WhatsApp mu diskutu kush mu bo president ose kur mu taku dy lider. Se aten është një farë kodi, një farë protokolli, një farë vetë, që shka thona i vetë. E kur jemi te presidenti, e kemi edhe një fazë shumë të rëndësishme që nuk na ka ik. Pa e po, e këta janë këshilltarët dhe këshilltaret e ish presidentës Vjosa Osmani. Për gjatë muajve janar, shkurt, mars, e besa edhe prill, e kam pas një fushat të jashtëzakonshme në të gjitha rrjetet e mundshme sociale se qysh presidentja në fjalë ka bo një punë të jashtëzakonshme në përfacimin e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, por edhe në politikën vendore. Kanë bo shkrime të jashtëzakonshme, të panumërta, qindra e mira postime, video, foto, statuse që kanë pasqyru të gjithë punën e presidentës Osmani. Deri këtu është gjithçka në rregull. Për qatë punë dhe paguën, për qatë punë janë këshilltar dhe mbojnë epitetin e këshilltarëve, shumica e tyre kontribuojnë pothuajse ndoshta edhe të gjithë, jo shumica, në PR-in, në rrjetet sociale të politikanit në fjalë, në këtë rast të ish presidentës Osmani. Mirë po, çudia fillon pas datës 4 prill. Me datën 4 prill, presidentja Vjosa Osmani ja dorëzon mandatin dhe detyrën krye parlamentare Selvulina Haxhiu dhe qysh prej asaj dite asnjë prej të gjithë atyne kallabllokit të këshilltarëve e këshilltareve nuk e kemi pa duke postu në Facebook, Instagram ose gjetiju në rrjetet sociale rreth punës që e kanë bo ose angazhimeve që janë duke i bo së bashku me Vjosa Osmanin. Kjo është për më çudit goxha shumë, qysh njeri nalët si me pull. Nëse ke nis një rrugë ose një angazhim politik, qysh ka mundësi që mbranda natës, mbranda 24 orëve, sikur kur ta nalsh me sigurisë. Edhe mo, as një postim, as një laf, as një fjallë, as një video, as një pamje nga optimet zyrtare, as kur gjë rreth atyne 5 viteve që i keni kalu në zyren e presidentit të Republikës së Kosovës, në këtë rast presidentës. E në këtë fazë, ish këshilltarët në këtë rast kanë fillu me bo edhe bloka në rrjetet sociale sepse nuk e durojnë kritikën dhe nuk ju pëlqen që të mos të jenë njerëzit në një linjë të mendimit me ta. Kom dash shumë që dikën prej ish stafit të ish presidentës Osmani me post ndoshta ndonjëherë edhe në emisionin Hajt se folim, mirë po kanë fillu me bo dhe bloka në rrjetet sociale, nuk po ju pëlqejnë mendimet ndryshe, edhe si rrjedhoj nuk po kemi mundësi me ju dërgu një ftesë për me ardhë në emision, pse jo me na tregu edhe për përvojën e tyne. Qysh kanë kalu për gjatë udhëtimeve zyrtare, ku me ditë sa ditore që i kanë pas për gjatë tyne 5 viteve, cili ka qenë udhëtime ma interesant. Goxha kishën pas qef me një prej tyne, po kanë zgjedh rrugën e bllokadës. Kushdo që po e zgjedh rrugën e bllokadës në këtë vend nuk po ja qet mirë sepse nuk po duhen prej popullit. Kafsh bektesh, e merr vesh. Për me kalu pak prej politikës në për tema tjera, e kemi një lajm që na vjen prej shtetit grek. Greqia ndalon rrjetet sociale për moshat nën 15 vjeç. Një prej lajmeve më të mira që ka mujt me ekzistu javën e fundit me një shtet ku do në botë qoftaj. Po për na fakt keqe nuk është në Republikën e Kosovës. Pse për na fakt keqe?
për na fakt keqe, sepse e kemi pa ndikimin e jashtëzakonshëm edhe shumë të keq të gjitha rrjeteve sociale tek gjenerata e re, sidomos tek fëmijët nga mosha 6-7 deri në 15-16 vjet. E kemi pa ndikimin e TikTokut, e kemi pa algoritmet që i sjell rrjeti social TikTok, e kemi pa të gjitha të këqijat që mundet me i përjetu një fëmijë për gjatë periudhës më të rëndësishme të tij, të rritjes dhe zhvillimit të karakterit, të mendjes, është që kjo moshë, pikërisht deri në moshën 15 vjeçare. Deri në moshën 15 vjeçare do të ishte vitale që edhe në Republikën e Kosovës me u ndal, jo me verifikim, jo me mbikëqyrje nga prindërit, po me u ndal taman rast që thonë, të gjitha rrjetet sociale, si Facebooku, si Instagrami, si TikToku, si gjitha. Mos folë më për atë rrjetin social që ka atë formën e fantazmës me background të verdhë, për Snapin, e cili vazhdon me kon bashkë me TikTokun, nona e gjitha të këqijave në Republikën e Kosovës për gjeneratat e reja. Pse? I kemi po dhjetra, qindra raste që publikohen vazhdimisht nga shumë mediume në Kosovë, si ato të shkruara, si ato të shikuara, ku përmes TikTokut arrin me pas fëmijët një lloj agresiviteti, një lloj ndikimi që është i paarsyeshëm për moshën të cilën ata e kanë. Çka duhet me bo? Duhet me ja bo si Greqia, muhabetit edhe maroj. Nalni edhe keni me pa një rini ma qnosh, një rini ma të përkushtume ndaj arsimit, ndaj shkollës, ndaj librave, dhe një rini që kam ju kthy jetës normale që që kemi jetu edhe na përpara kur kemi qenë në moshën 6 deri në 15 vjeçare. Kemi dalë, kemi lujt para mahallës e nuk jena bloku me i prish syt. E kur jemi te TikToku, jo vetëm gjenerata e re dhe moshat e reja prej 6 deri në 15 vjeç gjona tilla, mirë po do të me pas kujdes edhe moshat e treta. Kemi po në për TikTok dhjetra, qindra video të gjeneratës së shtyhen mosh, të cilët me ose pa vetdije bohen meme. Kështu që ju lutem gjithë ju që keni prindër, gjyshe të shtyrë në mosh, kontrollojani pak telefonin dhe mos i lani me u po pjesë të TikTokut, sepse është një rrjeti social i pamëshirshëm, i cili mundet me pas edhe pasoja tutje. Pse peceki se ju mbo shumë, nalni pak se s'po dina kujna mi dhonë gjevap ma përpara. Ndërsa për fund të emisionit, hajtë se folim një prej lajmeve më të mira që ka mujt me në ardhë është përfundimi i Big Brother VIP Albania 5-6, cilën edicion e kanë, shqyqër episodit edhe ky i Shqipnis u kry, a i Kosovës u harru, bile u harru edhe fitusi, që me bomi vetë 80% popullit nuk e din kush e ka fitu, qaq interesant ka qenë, po e keqja e kësaj pune është që ja kishin nisve vlezërit tonë e motrat tona në Shqipni me do firma VIP, gjvip, zdi qka, inshallah nuk na hin një menje keqja edhe neve në Kosovë me pru firma VIP Kosova anaj sen se jeni bo shumë e jeni bo edhe të bajatëshëm. Deri në emisionin e radhës, hajtë se folim.